A e kuptoni ose qa po bëhet të ditë Shqipëria, po se kuptoni më? Jam zgjuar sot mjes dhe po shikoja një lajm që po kalon sërish në eshtje. Dhe kjo është një nga ato videot që duhet dalin në TikTok se s'bën, sepse këtu rrin shumica shqiptarëve. Që ta thjeshtoj pak të lajm duhet ta ndaj në 3 pika. Dhe pika e parë është që qytetarët shqiptar nga viti tjetër nuk mund të blejnë dot më shumë se 500.000 lekë mall me lekë në dorë. Normalisht ky është akoma një projekt i që po diskutohet në komisionet parlamentare, po historia ka treguar që po diskutua aty ka marrë çdo gjë. Qëllimi është i qartë. Në Shqipëri duhet ketë sa më pak lekë kesh, sepse ka një formalitet shumë të lartë. E di që ka njerëz që do t'i bëhet qivi shumë kur të dëgjojnë këtë lajm, se ndoshta e mësuar është edhe dhe kjo gjë i duket normale, po këtu në Shqipëri ka shumë njerëz që do shkojnë për blej lavatriçe dhe po bëri më shumë se 500.000 lekë, do të shkojnë njëherë te banka, ta mbushin, pastaj ta blejnë. Kupton çfarë problemesh do kemi? Dhe po pisim për kishën, a shapa apo jo. Kaq është video për sot, ju përshëndes, shihemi prapë nesër.